Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, si gjithmonë, për të ndarë lajmet më të fundit. Do të flasim rreth ngjarjeve më të fundit që tashmë po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Do të ndaloj tek Brikena. Ju e dini shumë mirë që unë ua kam sjell të rejat më të fundit rreth Brikenës dhe Mateos dhe në fakt është përfolur shumë se çfarë pozicionimi do të marrin ato në Top Channel. Në asnjë mënyrë, për këtë isha shumë i bindur dhe vazhdoj të jem shumë i bindur që personazhet si Brikena, si Mateo, Top Channel në asnjë mënyrë nuk i lëshon nga mundësia për në televizione dhe dita ditës në fakt prisja që të zbuloj detaje se ku mund të pozicionohet Brikena. Për Mateon e thamë në një video më herët që do me thëmë pritet që të zërë një vend të rëndësishëm në emisionin e Përputhen. Por pyetja më e madhe është tashmë se ku do t'jetë Brikena. Shumica e fansave dëshirojnë që t'i shohin në një emision, por duke e njohur se si shkon strategjia një televizioni, duke e njohur se si është një televizion, me patjetër që nuk do të përdoren të dy figura shumë të rëndësishme, të dy figura shumë të klikuara në të njëjtën studio. Brikena pritet që të jetë aty ku ajo e gjen veten më bukur. Do thoni ku e gjen veten më bukur? Në oborin e shtëpisë së Big Brotherit, në Shizon Top. Sezoni i ri i Shizon Topit po afron. Brikena këtë javë që ka qenë në Shqipëri, në Tiranë, ka bërë dhe kontratën e saj me Shizon Top, do me thënë me produksionin e Shizon Top, ku do t'jetë pjesë e juris këtu përfshirë edhe nga dy vajzat e tjera. Besoj që gjykimet e Brikenës do t'jenë gjykime fantastike. Është një rrugtim që Brikena e ka pritur. Deri një vit më herët Brikena ka qenë në Supernovën, e cila në fakt u përzjodh edhe si vajza më e bukur e edicionit, më pas mori dhe titullin Miss, etj. Do të thënë tani Brikena ka mundësinë që të përzgjedhen yllin e bukur të ri shqiptar. Një numër i madh vajzash janë konkurrente të cilat duan të jenë pjesë e Shizon Topit dhe mendoj që do të jetë një nga edicionet më të ndjekura, pasi që në qendër të vëmendjes është Brikena. Unë kam qenë gazetari i cili në fakt e kam dhënë këtë alarmin e madh. Ishte e pritshme që Brikena do të merrte këtë pozicionin duke u bazuar nga eksperienca e saj, nga profesioni i saj, nga jeta e saj. Normalisht që Brikena nuk mund të bënte një show tjetër. Fansat e kanë pritur me shumë dashuri. Manushi e ka konfirmuar që Brikena do të jetë deri diku, domethënë që do të jetë pjesë e Shizon Topit, ku mendoj që do të jetë fantastike, rrugtimi i saj do të jetë fantastike, edhe dalja e Brikenës dhe rikthimi në mediat shqiptare. Dua të marr mendimin tuaj.